Serbia ka rënë dakord për një kredi prej 1.92 miliard eurosh me disa banka dhe institucione financiare franceze për të paguar 12 avionet luftarak Rafale dhe produkte dhe shërbime të lidhura me to. Kjo thuhet në propozimin për ligjin për konfirmimin e marrëveshjes së kredisë në faqen e internetit të Parlamentit Serb. Sipas ligjit për borxhin publik, Parlamenti Serb duhet të konfirmojë huamarrjen e shtetit. Qeveria serbe nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes përfundoi një marrëveshje blerje me Dassault Aviation më 29 gusht 2024. Çmimi total i blerjes së pajisjeve që do të dorëzoheshin dhe shërbimeve që do të kryheshin nga shitësi sipas kontratës tregtare arrin në 2.74 miliard euro, raportojnë mediat e huaja. Pagesa u ra dakord në mënyrë që 30% e çmimit të kontraktuar të paguhej paraprakisht, pra 823.500 euro, të cilat Serbia i ka paguar tashmë nga fondet e veta. Pjesa e parë u pagua në shumën prej 15% të çmimit total të kontraktuar, pra 411.750 euro. Pjesa e dytë e pagesës së avas ishte në të njëjtën shumë, siç mund të shihet nga dokumenti i publikuar në faqen e internetit të Parlamentit të Serbisë. Parashikohen gjithashtu pagesat e para dhe të dyta të performancës. Këto pagesa arrin në 25% të çmimit total të kontraktuar, ose 686.250 euro. Këto do të paguhen duke përdorur fondet nga marrëveshja e kredisë. Një ndryshim strategjik me rëndësi historike dhe një tregues i frymës europiane, kështu e përshkroi presidenti i Francës Emmanuel Macron marrëveshjen kur e arriti me Serbinë për blerjen e avionëve luftarak francez. Me marrëveshjen me Francën për blerjen e 12 avionëve Rafale, Serbia për herë të parë do të ketë avion perëndimor për aviacionin e saj ushtarak. Për ish-ministrin serb të mbrojtjes Dragan Šutanovac, ky është një sinjal se ky vend dëshiron të standardizohet me NATO-n sa i përket aviacionit ushtarak. Kjo është një pikë these për aviacionin ton, si dhe një pikë these politike, është padyshim mirë politikisht edhe më mirë ushtarakisht, thot Šutanovac. Serbia bashkëpunon me vendet anëtare të NATO-s përmes programit të partneritetit për paqe, që nga viti 2006, por zyrtarët në Beograd këmbgulin se vendi është ushtarakisht neutral. Kur Ministria e Mbrojtjes e Serbisë njoftoi në muajin prill të vitit 2024 për negociatat me Francën për blerjen e avionëve Rafale, ajo tha se kjo nuk nënkupton ndryshim të orientimit ushtarak të vendit. Šutanovac thotë se që nga fundi i viteve 1950, kur në kohën e Josip Broz Titos, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërguan një numër të caktuar avionësh luftarak amerikan, ish Jugosllavia dhe më vonë Serbia zgjodhën kryesisht armë nga lindja. Viteve të fundit Serbia u përball vazhdimisht me kritika nga Brukseli dhe Washingtoni për shkak të blerjes së armëve dhe pajisjeve ushtarake nga Rusia dhe Kina. Sipas Ministrisë Serbe të Mbrojtjes, ky vend viteve të fundit siguroi avion modern, sisteme raketore dhe elektronike, radar dhe familje luftarake nga vende të ndryshme si Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara, Spanja dhe Franca. Blerja 12 avionëve francez dhe e mallrave dhe shërbimeve shoqëruese ka vlerën e 2.7 miliard eurove. Sipas presidentit serb Aleksandar Vučić, kjo është ndarja më e madhe e parave nga buxheti ushtarak i Serbisë. Šutanovac, i cili është udhëheqësi i Këshillit jo qeveritar për politika strategjike në Beograd, beson se blerja e avionëve Rafale nuk është e diskutueshme sepse Serbia do të mbetej së shpejti pa aviacion luftarak, nëse blerja e avionëve të rinj nuk do të fillonte në kohën e dur. Sa kaq, sipas prodhuesit, avionët Rafale mund të kryejnë sulme ajër-tokë, si dhe sulme ajër-ajër dhe përgjime gjatë njëjtit fluturim. Në web faqen e prodhuesit thuhet gjithashtu se avionët Rafale mund të fluturojnë pa u vënë re në hapësirën ajrore të armikut. Serbia dhe Franca kanë të zhvilluar gjithashtu bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Nga kompanitë franceze Airbus Serbia bleu helikopter me vlerë 105 milion euro, dy avion transportues C-295 me një çmim prej 66 milion eurosh plus 15 milion euro për pajisje dhe trajnim të pilotëve, si dhe 18 sisteme kundërajrore Mistral me 50 raketa. Serbia, që nga viti 2016 bleu në mënyrë intensive pajisje ushtarake dhe armë edhe nga Rusia, prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, ajo nuk bëri ndonjë kontratë të re për prokurimin e armëve, ndërsa disa nga dërgesat e mëparshme nuk i mbërritën për shkak të luftës në Ukrainë.